Mjeku jep urdhër. Hani me njerë këto 7 ushqime, ju pastrojnë mushkëritë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, çrregullimi i rrugëve respiratore prek përafërsisht 3 milion njerëz në vit. Ajri i ndotur si dhe stili i jetesës mund të jenë arsyet e këtij problemi. Këto çrregullime çojnë në vështirësi të frymëmarrjes, si dhe në disa lloje të sëmundjeve të tjera kronike respiratore. Nëse dëshironi që me anë të mënyrave natyrale të përmirësoni shëndetin tuaj dhe rrugët e frymëmarrjes të jenë më të pastra dhe të mos shkaktojnë rëndesa të tyre, atëherë në këtë video, sipas WebMed, do të rendisim disa nga ushqimet që përdoren për trajtimin e këtyre problemeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hudhra. Përbërësit që gjenden në hudhër janë përgjegjës për shumë benefite shëndetësore. Shkencëtarët besojnë se konsumi i hudhrave ka efekte pozitive edhe për personat me çrregullime të mushkërive, siç janë edhe ato respiratore. Spinaqi është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. Spinaqi, si perimet e tjera jeshile, janë të mbushura me vitamina dhe minerale. Shkencëtarët kanë gjetur se spinaqi përmban disa kimikate që ndihmojnë në parandalimin e dëmeve të mushkërive, inflamacionit dhe në luftën kundër radikaleve të lira. Mollët. Dihet se mollët janë një nga produktet më të shëndetshme. Prania e më shumë antioksidantëve mundëson pastrimin e mollëve. Gjithashtu ato janë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e mushkërive. Xhenxhefili. Krahas përdorimit të tij për të trajtuar ftohjen si dhe inflamacionin e fytit, ky produkt natyral ka gjetur përdorime edhe në trajtimin e inflamacioneve dhe çrregullimeve në mushkëri. Produktet e tjera që përdoren për të trajtuar probleme të tilla janë boronicat, brokoli, shafrani indis, bajamet, avokadot, gjithashtu dhe specat. Ndaj përdorimi i tyre në shëndetin tuaj mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i çështjeve tuaja respiratore. Çaji i jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo ndihmon të pastroni edhe organizmin dhe mushkërit nga toksinat, por edhe të ruani sistemin tretës. Çaji i jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit gjithashtu mund të jetë një alternativë e çmuar e rastit tuaj. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh në mënyrë që të merrni përfitimet e duhura. Lëngu i boronicës së kuqe dhe ananasit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në sistemin tuaj respirator. Këto fruta janë shumë të pasur me antioksidant, shumë të rëndësishëm, edhe lëngu i tyre mund të japë rezultate fantastike nëse konsumohet çdo ditë midis vakteve dhe nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë. Atëherë ndikimi i tyre në organizëm do të jetë gjithashtu edhe më i frytshëm. Në dietën tuaj për të përmirësuar sistemin respirator dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet, mund të shtoni edhe lëngun e karrotave. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, C dhe B, dhe lëngu i saj mund të japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj respirator, duke mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë do të ulin gjithashtu rrezikun e problemeve të mushkërive. Xhenxhefili është një alternativë shumë e çmuar në rastin tuaj. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija, sidomos edhe problemeve respiratore. Ai ndihmon në eliminimin e sekrecioneve bllokuese në mushkëri, duke dhënë kështu rezultate shumë të mira në këtë aspekt. Ushqimet e pasura me antioksidant mund të jenë një mburojë e çmuar për shëndetin respirator. Prandaj sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale, duke evituar kështu edhe komplikacionet. Uji. Uji është jetik për të gjitha funksionet e trupit, përfshirë këtu edhe shëndetin e mushkërive. Hidratimi i mjaftueshëm ndihmon në ruajtjen e përmbajtjes së përshtymes dhe lehtëson gjithashtu transportin e mukusit dhe mbrojtjen nga infeksionet respiratore. Shega është një tjetër produkt ushqyes shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj respirator. Shegët janë të pasura me antioksidant, veçanërisht vitaminën C, e cila ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira.
Kjo mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit në traktin tuaj respirator, duke sjellë kështu rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Portokalli. Portokalli është i pasur gjithashtu me vitaminën C dhe gjithashtu element esencial siç është beta-karoten, të cilat konvertohen në vitaminën A në trupin tuaj. Këto lëndë ushqyese mbështesin gjithashtu sistemin tuaj imunitar dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër infeksioneve respiratore. Ndaj, përdorimi i recetave natyrale dhe ushqyesve të duhur në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik në përmirësimin e sistemit respirator. Hudhra është një produkt natyral shumë i rëndësishëm për dietën e përgjithshme. Hudhrat përmbajnë halicin, një komponent që ka treguar veti antibakteriale, antivirale. Konsumi i hudhrës në dietën tuaj të përgjithshme mund të ndihmojë sistemin imunitar dhe ta mbrojë atë kundër problemeve respiratore. Andaj, përdorimet e tyre në mënyrë natyrale mund t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Mollët dhe domatet janë lehtësuesit më të mëdhenj të sistemit respirator. Mollët dhe domatet mund të ndihmojnë në ngadalësimin natyror të funksionit të mushkërive, edhe studimet sugjerojnë se këto dy ushqime mund të luajnë një rol për të ndihmuar në riparimin e mushkërive të ish duanpirësi, duke i bërë këto ushqime ideale për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Ushqimet e pasura me vitaminën D mund të jenë një ndihmë të çmuar për dietën tuaj. Vitamina D mund të forcojë sistemin imunitar dhe të reduktojë inflamacionet në rrugët e frymëmarrjes. Studime të tjera sugjerojnë një lidhje të mundshme midis nivelit të reduktuar të vitaminës D dhe sëmundjeve të mushkërive. Burimet të vitaminës D përfshin qumshtin, vezët, kosin dhe salmonin. Duke përfshirë shumë nga këto ushqime në dietën tuaj, do të keni mushkëri më të shëndetshme dhe një kohë më të gjatë të pastrimit të tyre. Çaji i jeshil. Kjo është një zgjedhje e mirë për shëndetin e mushkërive për shkak të nivelit të lartë të antioksidantëve, duke përfshirë quercetin, që vepron si një antihistamin natyrale dhe ngadalëson lirimin e histaminave, zvoglon inflamacionet dhe mbron mushkërit nga acarimi. Çaji i jeshil ka gjetur super vlera të larta të antioksidantëve flavonol, të cilët janë shumë të rëndësishëm në aspektin tuaj. Ushqimet e pasura me vitaminën C. Ullumtime sugjerojnë se vitamina C mund të mbrojë kundër problemeve të shëndetit respirator. Për sa kohë merret në mënyrë natyrale përmes ushqimeve, mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për sistemin respirator dhe gjithashtu të lehtësojë komplikacionet e tyre. Disa ushqime mund të ndihmojnë të përmirësoni disi shëndetin e mushkërive. Mos harroni se mushkërit tuaja nuk mund të pastrohen krejtësisht duke konsumuar këto ushqime, por të paktën do të jenë një masë e caktuar lehtësuese kundër toksinave. Duke pasur parasysh këto, do ju sjellim një listë të gjatë me ushqime të cilat të ndihmojnë shumë në aspektin tuaj respirator dhe mbajnë larg gjithashtu shqetësimet e përditshme. Misri i ëmbël. Ai përmban nivele shumë të larta të beta-karotenit, antioksidant shumë i fuqishëm në situatën tuaj kundër shqetësimeve tuaja respiratore, duke dhënë gjithashtu një mbrojtje më të mirë në aspektin e frymëmarrjes. Ai përmban elementë të cilat nëse konsumohen në vazhdimsi të dietës suaj mund të jenë një aleat i çmuar në rastin tuaj respirator. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe qepët. Si qepa e bardhë, ashtu edhe ajo e kuqe përmbajnë lëndë të mira ushqyese, të cilat mund të mbajnë larg qelizat e dëmshme dhe të përmirësojnë kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Qelizat parandalojnë edhe dëmet që mund të shkaktohen mushkërive. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë në rastin tuaj. Ndikon në heqjen e toksinave të ndryshme në mushkëri. Ju mund të pini çaj duke përdorur edhe xhenxhefilin dhe do të ndjeni menjëherë lehtësimet e para për sistemin tuaj respirator. Portokalli është i pasur gjithashtu me vitamina, por përmban edhe elementë ushqyes të cilët kanë në parandalim kryesor problemet respiratore. Ithrat gjithashtu, të shtuara në dietën tuaj mund të jenë një aleat i çmuar i çështjeve tuaja respiratore. Andaj, përdorimi i tyre në formën e lëngut ose edhe në gatesat tuaja të ndryshme mund t'japin lehtësimin e dur për sistemin respirator. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.